Jemi mirë, Viberi. Aplikacioni numër 1 në Ballkan për biseda pa pare, vendlindja e PSD-s edhe arena e debatit në LDK. Reporteri taktikisht për Bajram e para 1 prillit ka bërë një punë të mirë që i ka lëshu të screenshotat komunikimit të një grupi në Viber të zyrtarëve të lartë të LDK-s, ku vrejen jo vetëm paknaqësitë e tyre me numrin e votave në diasporë, por kalohet edhe në do akuza ndukje serioze. Për ta parafrazuar Ben Gashin, pa u identifikuar problemi sakt si skem e organizuar kriminale, nuk mund të shpëtohet partia. Pra, brenda LDK-s është ka flitet për manipulim ose për skem kriminale, kurse nëse parafrazojmë atë që kryetari Lumir Abdigjiku ka thënë në këtë grup, luks është tash mu marrë me këto tema, kushdo që merret le t'i adreson ato në polici dhe prokurori, ato janë vota të LDK-s edhe shqetësim për të është pse nuk janë 40.000 vota për LDK në diasporë, por për gjysmë më pak. Por me tepër, Abdigjiku po ashtu se dhe brenda partisë ka pasur grupacione peshë të deputetve që kanë marrë vota jo proporcionale në disa degë, që është ka 10 deputetve me vota jo proporcionale nga diaspora. I bie që tek votat e diasporës i kemi, që është me thonë, 2 metodat intervenimit. E para është ndërhyrja direkte si në rastin e Martin Berishajt, i cili shkon vetë si loçke dhe i merr votat pa vëshkuza dhe mandej ato vota anulohen. Edhe po mduket që po e shoh LDK-n me këtë modelin e vetë që kanë apliku. Mirë po, është një diferencë. Efekti i kësaj hallakame brenda LDK-s edhe ankesave poshtë përpjet është vetëm medial, mund të jetë edhe politik, sepse rezultatet janë certifikuar. Deputetët e legjislaturës së re dihen, kuvendi do të mbledhet me 15 prill në seancë konstituive, edhe dalja e këtij skandali në publik nuk prodhon pasoja për deputet të rinj, nuk shkakton zvarritje në formim të institucioneve të reja, edhe në rregull jemi pini maca ujë. Mirë po. Duhet thënë po ashtu që për të certifikuar rezultatet, është dashur që të kalojë nëpër PZAP edhe nëpër Gjykatë Supreme. Për rezultatet e LDK-s dhe diasporë kujtojmë që ishte anku vetëvendosja, edhe të dyja këto instanca, edhe paneli zgjedhor për ankesa e parashtresa, edhe Gjykata Supreme e kishin refuzuar ankesën e kësaj partie. Pra, këto vota janë të rregullta. Edhe për këtë punë kanë vendosur gjyqtar në 2 shkallë, se jo në 1. Tash, as ka ditë vetëvendosja me shkrua ankesën, a gjyqtarët seriozisht nuk e kanë po asnjë parregullsi, a nuk po din njerëzit e LDK-s, krejt këto janë tema të mira, por nuk kanë pasoja. Kuptohet, pasojat e daljes në publik të komunikimeve në Viber në LDK po ashtu s'mund të krahasohen me pasojat kur një gjë e tillë, kujtojmë, i kishte ndodhur vetëvendosjes, edhe kishte lindur PSD-ja, që një kohë ka qenë ndër grupet e Viberit ma me ndikim në Kosovë. Nëse për LDK-n po ashtu vlen rregullat që ma herët janë vendosur në këtë grup, atëherë për të pak noshërit mirë po bëhet. Viberi ka qenë ep në cilin shkam banaj, ka shpreh paknaqësinë duke pretenduar që është dëmtuar nga njerëzit e LDK-s, edhe pasi kjo doli në publik, mana ju bën nën kryetar i Prishtinës. Çka ndodh me tjerët, e marrën vesh me 15 prill, pikërisht për këtë datë është caktuar seanca konstituive e kuvendit, edhe procedura në sekret shkon sipas planit, parashet që fillimisht çdo parti e cakton anëtarën e vet në komisionin për verifikim të kuorumit mandateve. Ky komision e kontrollon nëse në sallë ka kvorum edhe të gjithë deputetët kanë mandatet vlefshme, mandej komisioni duhet të udhëhiqet nga një deputet i lëvizjes vetëvendosjes, kjo është e rëndësishme proceduralisht. Pas prezantimit të raportit komisionit, votohet raportin nga kuvendi edhe vazhdohet me procedurën e betimit. Deputetët e bëjnë betimin solemn, marrin zyrtarisht mandatin e tyre si përfaqësues të zgjedhur të këtij populli liridashës. Më pas votohet kryetari i ri i kuvendit, që duhet propozohet nga partia më e madhe parlamentare. Zgjedhja bëhet me shumicë të votave të gjithë deputetëve, nëse zgjidhet ai menjëherë merr drejtimin e seancës. Dera e udhëhiqet nga deputeti më i vjetër ndihmuar nga deputeti më i ri. Tutje vijohet me zgjedhjen e 5 nënkryetarëve, dihet lëvizja vetëvendosje PDK-ja dhe LDK-ja kanë nga një nënkryetar, një është nga deputetë e komunitetit serb dhe një tjetër nga komunitetet tjera jo shumicë. Kandidati subjektit më të madh duhet jetë i gjinisë tjetër nga kryetari. Seanca konsiderohet e përmbyllur, rrjedhimisht kuvendi konsiderohet i konstituar vetëm pasi të zgjidhen kryetari dhe të gjithë nënkryetarët. Për këtë punë nuk ka afat, nuk ka kufizim kohor, edhe këtu mund të ketë hapësirë për zvarritje të procesit, por nëse seanca ndërpritet, po ashtu thuhet diku, për çfarë do arsye, ajo nuk mund të ndërprerë, as mund të zgjash më shumë se 4-8 orë. Kuptohet? Zhvillim tjetër i këtyre ditëve është që kryetari vetëvendosjes Albin Kurti po që
po punën që në të njëjtën ditë votohet edhe qeveria e re. Në atë rast jemi ka flasim për seancë të re të jashtëzakonshme të kuvendit pas seancës konstituive. E gjatë manej është lista e mundësive dhe manevrave të mundshme për të zvarrit procedurat, edhe ma e gjatë është lista e telasheve që shkaktohen ose nuk trajtohen duke mos pas institucione me mandat. Çmimi rrymës shkoj, për tema tjera shohim. Mysafir i parë sonte, Lulzim Basha.